الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Me dhikr, me përmendjen e Allahut e arrim shkallën e njerëzve më të devotshëm dhe më të dashur tek Allahu te bareke ve teala. Dhikri është mur në mes besimtarit edhe në mes zjarrit të xhenemit, runa Zot prej tij. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Falëndërimet dhe lavdatat I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihëm, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata besimtar që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vëllezër besimtar, keni frikë Allahun te bareke ve teala dhe kryeni obligimet që I keni ndaj vetes suaj dhe ndaj Allahut te bareke ve teala. Jeni të kujdesshëm dhe përkujtoni Allahun shumë shpesh dhe pajanda, sepse dhikri është një ibadet në vete I cilin gërthen dobi të shumta, të cilat për shumë prej neve ndoshta janë të panjohura. Dhikrit përkujtuarit e Allahut subhanahu wa ta'ala është prej punëve më të dashura pas shtyllave fundamentale të Islamit. Dhikri përkujtimi Allahut te bareke wa ta'ala është përgjigje e thirrjes ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, I cili na thret neve besimtarve musliman: Ja eyyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O ju besimtar, përmendne, përkujtone shumë Allahun te bareke wa ta'ala dhe madhrone Allahun mëngjes dhe mbrëmje. Andaj, javën e kaluar e pam se sa ka vlerë dhikri, përmendja e Allahut te bareke ve teala, fillimisht në Kur'an. Pastaj e pam çfarë çësje serioze I bën dhikrit edhe vet profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa bukur na përshkruan gjendjen e atyre të cilët e përmendin Allahun dhe gjendjen e atyre të cilët nuk e përmendin Allahun fare. Apo më mirë me thënë në mënyrë simbolike, I paraqet ata që përmendin Allahun si të gjallë, ndërsa ata të cilët nuk e përmendin fare Allahun I paraqet si të vdekur në mesin e të gjallëve. Do thotë që nuk kanë kurfar vlerë dhe rëndësie në shoqëri. Ndërsa sot, inshallah taala, do të flasim për llojet,
për llojet e dhikrit, për llojet e përmendjes së Allahut te bareke wa taala. Dietarët islam kanë thënë se dhikri ndahet në 3 lloje. Përmendja e Allahut bëhet në 3 mënyra. E para është përmendja e Allahut subhanahu wa taala me zemër. Është fjala me mendje dhe zemër, dhe këtë dhikr e vërteton edhe gjuha. Dhe ky lloj dhikri me përmend Allahun me mendje, me zemër dhe me konfirmue me gjuhë, ky është lloji më i mirë dhe është dhikri më i dashur tek Allahu te bareke wa taala. Dhe kjo bëhet në atë mënyrë që muslimani sa herë që përkujton Allahun, dhe mënyra e të përkujtuarit të Allahut subhanahu wa taala bëhet në shumë raste apo në shumë mënyra. Për shembull, në popullin ton më e njohur prej fjalëve të dhikrit është subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Dhe kur e përmend Allahun te bareke wa taala, thua subhanallah, zemra jote këta e dën, mendja jote e logjikon. Çka do të thotë subhanallah? I lartësuar, i dlir jeti o Allah. Dhe e mendon dlirsin, lartësin, pastërtinë e Allahut te bareke wa taala. Dhe këtë e konfirmon shpesh herë me gjuhë brenda ditës. Pastaj kur thua elhamdulillah, e thot gjuha ndërsa këta e çet zemra dhe do me thonjën e saj e percepton mendja. Elhamdulillah, të falenderoj vetëm ty o Allah, apo falenderimi i plot, absolut, të takon vetëm ty o Allah. Pastaj mendja jote e shëndosh, ndalet edhe mediton. Pse ja bën këtë falenderim Allahut? Pse ti ka dhënë të gjitha të mirat e nevojshme që i ke për të funksionuar në jetën e kësaj bote. Ti ka dhënë Allahu të gjitha të mirat që i ke në veten tënde, në trupin tënd, që me këto të mirat përfitosh nga kjo botë dhe njëkohësisht të fitosh edhe botën tjetër, atje që është caku apo qëllimi final i besimtarëve musliman. Pastaj kur thua Allahu akbar, Allahu është më i madhi, e dëshmon këta me gjuhë, këta e qet dhe buron prej zemrës, mendon këtë fjalë, çka do të thotë Allahu është më i madhi, se kjo është shkalla superiore e mbiemrave. Ekber, më i madhi, do të thotë çdo ide apo çdo mendim se ka diçka më të madh se Allahu te bareke ve taala. Dhe çdo krijesë tjetër e lën nën hijen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo send e lidh me Allahun subhanahu wa taala. Dhe çdo punë që e bën për këtë që është më i madhi, për Allahun te bareke wa taala. Jo rastisht, shkeleshko është ligjësuar në fen islam me tekbiri fillestar Allahu akbar. Allahu është më i madhi. Ka pas edhe shprehje tjera. Dhe ka mujt këto me na mësue profeti sallallahu alaihi wasallam, se ka pas mësuesin, krijuesin e gjithësisë Allahun te bareke ve taala. Po të ka mësue ty dhe mua se Allahu është më i madhi, çdo send tjetër është më me pak vlerë, më me pak pesh para Allahut te bareke ve taala. Se njeriu ato që ka më të shenjtin, ato që ka më të dashurin, ato që ka më të madhin për të bën më shumë ti. E keni pa në këtë kohë të sotit, ka njëri që shkon e vret veten për një femën, apo shkon e mytë, dhe femën e mytë dhe veten, se që ato e ka pas më të madhen, më të shejten. Ka njëri, pse 99-ën, ka urrat ja kanë marrë një kënë vlerë 20-30.000 marka, sot asoj dite është nën kontroll të neuropsikiatrave. Ka rshit krejt prej realitetit, pse që ato e ka pas më të madhen, më afër zemrës, më të dashurën, kanë makinën apo kerrin. Ka të tjerë që vladin e ka më të madhin. Hasha, na udhu bilaruna zot me thonë ashtu, po për të gjithë shka thot kjo është për mua. Edhe mi betun Allah të bëm bejnë e vlad se s'po të besoj. Astaghfirullah. Na të bojna mbe diçka që është më e madhe se vladi, e që nuk krahësohet, se është krahësim banal. Që sharak është me bo krahësim mes e vladit dhe mes Allahut. Na jetojmë pa e vlad.
Na mund të funksionojmë pa evlad, po s'kishëm me qenë fare pa Zot. As kishëm mujt me funksionu pa Zotin xhella shanu. Andaj pra, kur e bën dhikr Allahut, e përmend mënyra apo lloji i parë është që ky dhikr të jetë me zemër dhe të vërtetohet me gjuhë dhe të meditohet, të mendohet edhe me mendjen e shëndosh. Pastaj, për ata të cilët bëjnë mëkate, këtu e kemi një dhikr që është i njohur në popull, po shpesh herë populli e përmend vend e pa vend. Astaghfirullah. Të kërkoj falje o Allah. Me njëherë mas mëkatit del kjo fjalë. Me njëherë mas gabimit del kjo fjalë. Po jo vesh me dal me gjuhë, mirë po. Me pas do të thot qëllimin e pastër në zemër se po i kërkon falje Allahut, pastaj me mendu me mendje çka bën ti? Çfarë mëkati? Çfarë gjunahi bën Allahu te bareke ve taala? Dhe me pa do të thot atë gjuna karshi kujt e ke bë. Se kanë thonë dietarët, mos e këshira është i vogël e i madh, po këshire para kujt po e bën. Se në popullin ton me krejt njerëz ku tresh, nuk e gjonim katar të madh asnjë. Jo më vonë si gjunahet vogla për dëshmëri se ja, ato të moja, marr elhamdullah Zotin me gur, s'pe gjoj pejgamberin, s'pe luftojmë. Po ti s'monesh me gjujt me gur, se si kërkush i hiç. As monesh me luftu pejgamberin se ai ka vdek. Ti veç kaftë vorrë mja gjujt vorrën në Medinë. Edhe ato s'mon e bën hiç, se s'kan organet e rënit. Andaj mos u nisni nga kjo logjik e smur. Ja marr elhamdulillah. Me mytu po mysum. Me bokta s'pe bojmë, shkojnë i këshyrin të farsenësh, a mo ka mundësi që të ngatë mytje se ka në është të kamaten. Në popullin tonë ka që hanë kamaten, e hanë mirë, e knatë, sikur me hangër në një amelsine, ose sikur me hangër një akullore që tash, që si të qumshtit që janë të fresta. E hanë hishtë të problem kamaten. Edhe nuk, ja marë, elhamdulillah, na me vrakër kanë s'pe vrajmë, shak Allah s'pe i bojmë. Po qatë rënditjet vjen kamata, qatë rënditjen, qatë shtatë që në mkatët më e ki kamaten. Ose runa zat magjin. Ose runa zë besimit e faltorët. Shko një besa faltore, nuk i besa fjales të Allahut e fjales pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shqyqyrë hoj, na Zotin s'pe gjujmë me gurë, pejgamberin s'pe luftojmë. Po ti mare për i beson, mërë dikuj tjetër ke harru besimin e drejt, krejt. Andaj pra të keni kujdes. Çdo fjalë që e bëni dhikr Allahun, që përmeni Allahun, mundohuni me pas në zemër, pastaj me mendu do me thanjen e saj dhe me qit me gjuhë. Se kjo dhikri për kujtimi më i mirë dhe më i dashur tek Allahu te bareke wa taala. Lloji i dytë i dhikrit, i përmendjes Allahut, është dhikri, përmendja e Allahut në raste të veçanta, në vende të veçanta, dhe është legjësue apo është lejue ky dhikr duke u bazue në fjalët e profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dhikri ma i përhapur në popullin tonë është dhikri mas namazit. Mas e falim namazin, është dhikri mas namazit, është fjala mas namazit farz. Dhe na mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam se pasi të dalim prej namazit me selam, të themi 3 herë astaghfirullah. Të kërkoj falje o Allah. Astaghfirullah, të kërkoj falje o Allah. Edhe herën e tretë. Pastaj, profeti sallallahu alaihi wasallam këtë e ka thonë vetmas. Se cilë e kanë thonë vetmas, edhe profeti e ka thonë vetmas. Jo sikur të na pauzojnë 200-300 vetë, apo 1000 vetë nëse i ka xhamia, në muezin e kryen dhikrin. E pse unë më jalon atë nder, atë privilegj veç muezinit mos më marr edhe vet, po jo ka më thonë edhe vet. Edhe çashtu është fetarisht. Me thonë dhikrin vet më së miri është. Me thonë dhikrin vet, jo me xhamat. Dhe thua Allahumma anta salam wa minka salam tebarekte ya dhal jalali wal ikram. Pastaj i këndon doa tjera. Pastaj thu 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar. Pastaj e këndon ajetin më madhështor në Kur'an, ajetul kursin, në popull të spidoven. Pastaj e këndon ikhlasin, qul huwallahu falekun edhe nasin në namazet e drekes i kindis edhe t'jacis, nga një herë, ndërsa namazin e sabahut edhe të akshamit, do të mas farzit, nga 3 herë. Kjo është dhikri më i njohur në popullin ton. Pastaj, se ky dhikr bëhet do të thotë me shkak. Dhe shkak i këtij dhikri është përfundimi i namazit. E lutim Allahun që të na pranon namazin, se si jemi të garantuar as pak. As pak nuk jemi të garantuar se do të na pranojë Allahu namazin. Pastaj për ata dhe i kërkojmë falje se nështë namaz jemi, po bojmë edhe mendime runa zot rrezikshme. Për ata themi 3 herë astaghfirullah, të kërkoj falje Allah. Dhe kish me pyet i padituri,
Pa thuva pse më këta që i falen, me një herë si të falen, thojnë astagfirullah, po këta s'ken të bo runa zë zina, këta s'ken të myt njerëz, s'ken të vjedh, s'ken të hangër kamat. Pse po i kërkojnë falje Allahut? Po i kërkojnë se Allah na fal nëse nuk e kemi kryer këtë ibadet në formën dhe në mënyrën më të mirë dhe më të bukur. Na fal për atë mangësitë tona, për mos dijen tonë, për mos përqendrimin dhe mos vëmendjen tonë në namaz. Pastaj dhikri tjetër që bëhet do të thotë në raste të caktuar, Allah ju nderoft hyrja dhe dalja në banjo. Nuk hyjet vllazën veç hyn edhe dil edhe mos e din ku po hyn as ku po den. Edhe aty ka përmendje të Allahut. Si pa hy fare në banjo, i kërkan Allahut që të mbron prej ndytësirave, të mbron edhe prej shejtanit të mallkuar, se veni më i preferuar është veni ku kryhet nevoja e vogël edhe e madhe për shejtanin e mallkuar. Andaj aty duhet nxituar sa më shpejt me i kry proceset fiziologjike dhe me u largu prej asaj pjese. E pastaj kur të dalësh dhe je shliru prej aty në ngarkesave fiziologjike, i thua Allahut gufranek. Më fal o Allah. I kërkon falje Allahut me të bë magfiret, me t'i fal gabimet, me t'i fal mëkatet tua. Pastaj gjatë hyrjes dhe daljes prej shtëpisë ka dhikr të caktuar. Pastaj gjatë hyrjes dhe daljes prej xhamisë ka dhikr të caktuar. Pastaj gjatë hyrjes dhe daljes prej tregut ka dhikr të caktuar. Pastaj para se të fillojmë me ngran, edhe pasi të përfundojmë prej ushqimit ka dhikr, përmendje të Allahut të caktuar. Pastaj kur vishemi dhe zhvishemi ka dhikr të caktuar. Pastaj kur nisemi në rrugë, në udhtim dhe kthehemi prej udhtimit ka dhikr, përmendje të caktuar. Pastaj kur hipim mjetin e udhtimit dhe zbresim prej mjetit të udhtimit ka dhikr të caktuar. Pastaj kur ngjitemi kodrinave të larta dhe zbresim poshtë ka dhikr të caktuar, e tjera se s'mund t'i përmendim gjitha. Të gjitha këto fjalë apo ky dhikr, ky përkujtim bëhet me rastin e gjendjes në të cilën të je aty. Në gjendje që je atë dhikr e bën. Dhe sigurisht se ky dhikr nuk është i njohur për gjithë neve. Edhe është normale. Se na shumë vonë jemi të njohur me literaturën islame që flet për dhikrin në pika të gjata edhe të gjera. Andaj libri më i mirë i mundshëm që mundet me pas shtëpia jon për me mësu dhikrin për kujtimin e Allahut është mburoja e muslimanit. Është mburoja e muslimanit. Ky libër në shitje është me 1 euro. Po për vlerën që ka gjithë friksona se është çmim që ndoshta e nënçmon vlerën që ka mrena ky libër. Mirpo alhamdulillah që është nat shumë të vogël dhe duhet se cili me pas. Minimumi një shtëpi me pas një libër tillë. Maksimumi çdo antar i familjes një libër tillë me pas. Ky jo krejt, po në mënyrën më të detajizuar e ka përmbledh dhikrin. Pastaj është një libër tjetër, është libër më i shtrejt, më i madh, të kuptuarit e duave, të kuptuarit e dhikrit. Edhe ky libër është në gjuhën shqipe. Edhe këto ja vlen, po ky ka një shpim tjetër, fiqhu dua. Dhe është i komentuar prej një dietari bashkohor, me gjuhën më të lehtë të mundshme që mundesh me kuptuar lehtë. Dhe libri i tretë që unë e kom vrejt, e kom pa, është libri i dhikrit i duave, fjala e bukur. Këto 3 libra janë të përkthyra alhamdulillah në gjuhën shqipe. Andaj gjithsesi njënën duhet ta kesh, ndërsa preferenca ime është mburoja e muslimanit, ato ja u preferoj edhe juve, e më e mira është me pas të 3 në shtëpi. Pastaj vllazën, përveç dhikrit të caktuar, në vend edhe në raste të caktuara, e kemi edhe dhikrin për kujtimin e Allahut që nuk lidhet me vend caktuar. Nuk lidhet me vend caktuar. Për shembull, ti mundesh me thonë elhamdulillah në çdo moment. Kjo lidhet kur i shef begatit në veten tonë, në familjen tonë, në vendin tonë. Thu elhamdulillah. Mirë, po atë pengon ty tunet me thonë elhamdulillah, që ndoshta s'lidhet me kurrë. Apo me thonë Allahu Akbar, Allah është më i madhi. Apo me i kërku falje Allahut. Apo me dëshmu Allahun shpesh brenda ditës edhe natës me thonë la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kjo s'lidhet me një rast veçantë, po është dhikr i përgjithshëm. E dëshmon bindshëm me zemër dhe gjuhë se nuk ka zot tjetër i cili meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut te bareke ve teala. Ndërsa zotra
që adhurohen pa të drejtë sot është mush bota runa zot prej tyne. Dhe lloji i tretë i dhikrit është dhikri që bëhet në tubimet e diturisë për të mësuar fenë e Allahut te bareke ve taala. Në mezhliset e ilmit, në tubimet e ilmit, në tubimet e diturisë bëhet dhikr ndaj Allahut, përmenet Allahu. Dhe ky është dhikri më madhështor, dhikri ndoshta më i dashur tek Allahu te bareke ve taala, sepse në këto mezhlise, në këto vende mësohen dispozitat fetare të namazit, të zakatit, të agjerimit, të haxhit, mësohen shtyllat fundamentale të fesë islame. Në këto vende mësohet halali dhe harami. Në këto vende mësohen fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto tubime në literaturën islame quhen mezhlise të imanit, tubime të imanit apo mezhlise të xhenetit. Tubime do thotë të parajsës, të xhenetit. Dhe jo rastisht i kanë quajtur dietarët ashtu. Jo rastisht, po i kanë quajtur me qëllim caktuar sepse në to mësohet rruga për në xhenet. Në ato vende mësohet se si të fitohet xheneti i Allahut te bareke ve taala. Këto ishin dhikret sa i përket llojit të parë. Lloji i dytë është përmendja e Allahut me zemër pa gjuhë. Do të thotë njëri veç rrin shtrit, rrin kerr, rrin në aeroplan, po e mendon Allahun, po me gjuhë nuk e konfirmon. Edhe ky është dhikr i dashur tek Allahu te bareke ve taala. Dhe lloji i tretë është përmendja e Allahut me gjuhë, po jo me vëmendje dhe me zemër. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ti nashta ke metat e puna, te fakultete, te kerri, mirë po i thu këto. Po dhe kjo është e dashur tek Allahu te bareke ve taala. Se kjo hyn në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Le të shndroj gjuha jote lagur duke përmend Allahun. Dhe kush e përmend shpesh Allahun, është normale që mos me qeni përqendrum edhe me mendje tek Allahu te bareke ve taala. Mirë po edhe kjo është prej dhikreve apo prej përmendjeve të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. E lusim Allahun te bareke ve taala që të na bën neve prej atyre të cilët e përmendin Allahun shpesh dhe pa janda. Andaj vllazen, ndrone pak fjalorin e përditshmërisë. Ndroni fjalët e kota me dhikr të Allahut, sepse ata që e bojnë shumë dhikr Allahun, ata që përmendin shumë Allahun, nuk kanë mundësi me fol fjalë të kota, nuk kanë mundësi me marr për goje, nuk kanë mundësi me bart fjalë, nuk kanë mundësi me xhelozue, me ngritur rrejtje ndaj të tjerëve, nuk kanë mundësi me pasu epshin, qefin e vet, egon e vet, të cilën e kemi mjaft aktive në këto ditë të nxehta, runa zot prej epshit. Pastaj lutim Allahun te bareke ve taala që të na bëjë neve prej atyre të cilët i mësojmë edhe të tjerët me dhikr, me përkujtim të Allahut, duke filluar nga më të dashurit, prindrit, fëmijët, gratë dhe të tjerët. Allahu na falt neve, i falt prindrit e tonë dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Vllazën besimtar, prej Këshillit të Bashkisë Islame të Prishtinës na ka ardhur një apel apo një kërkesë, të cilën në mënyrë korrekte do t'ja lexoj ashtu siç e kanë shkruar ata. Thotë: njoftojmë xhamatlinë të nderuar se një nga prioritetet e Këshillit të Bashkisë Islame të Prishtinës është ndërtimi i xhamive dhe objekteve tjera të mësimbesimit, të cilat kanë për qëllim edukimin e popullit në frymën fetare islame. Thot apeli, kësaj radhe kemi kërkesë për ndihmë nga xhamati i fshatit Siçev.
pra një fshat jashtë Prishtinës kërkon ndihmë, të cilët janë duke ndërtuar xhaminë e tyre. Punimet e tyre kanë arritur deri tek kupola e xhamisë. Por për ta përfunduar kupolën dhe infrastrukturën tjetër nevojiten edhe mjete të tjera, andaj kërkojmë nga ju vëllezër musliman që ta zgjatni dorën e ndihmës për hir të ndërtimit të shtëpisë së Allahut xhalla shanu. Dhe thot mos harroni ta keni një dije thanjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: ai i cili ndërton një shtëpi në këtë botë për Allahun, ai i cili ndërton një xhami në këtë botë për Allahun, Allahu te bareke wa taala do të ndërtoj atij një shtëpi në xhenet. Përfundon apeli, e lutim Allahun xhalla shanuhu që të shpërblej me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Andaj duke mos ju ngarkuar fare, as duke mos insistuar me ngulm që të kontriboni patjetër, se na funksionojmë tash masi u hap kjo temë, na këtu funksionojmë 100% prej të ardhurave të popullit vet. Na jemi, do të thotë, një prej xhamive të zyrtarizuara me fjalë, po jo me vepra. Do të thotë rroga e imamit, muezinit, shiraja, rryma krejt janë prej xhamatit. Dhe kërkesa jon është me këmbgullet që të zyrtarizohemi si kërkej xhamia e tjera. Mirëpo kjo nuk do të thotë që ju të mos kontriboni, se ju tek e fundit nuk jeni të ja dhënë dikujt këto para, jeni të i shtin xhepin e juve, vetëm se ju kthehen në mënyrë të shumë fishuar. Andaj kush sa të ka mundësi, mos e nënçmoni veten, edhe me pak, nëse s'keni shumë, futni në atë arkën atje për sadaka, që sot ajo është ekskluzivisht për xhaminë e Siçevës. Dorsa herave tjera ajo funksionon për xhaminë tonë këtu, inshallah taala. Allah ju shpërbleft me të mirat e tij të kësaj bote, dhe ju shpërbleft edhe në botën tjetër me të mirat e tij. Bini salavate dhe selame për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.